I nderuar shkeqësi, Monsignor Rok, të nderuar vëllezër meshtar, e dashur motër Olga e prore provinciale e provincës së Malit të Zi, të dashura bashkëmotra e motra të rregujve të tjerë, të dashur besimtar të famullisë së Bishtazhinit dhe të famullisë së Novoseles. Sot njeh një gëzim të madh të marrë pjesë në këtë meshë të shenjtë falënderimi për praninë dhe veprën e motrave franciskane të Zorës së Papëlyer në këto dy famulli. I qoftë nder e lavd Zotit, sepse vetëm ai bën veprat e mrekullueshme. Si motra franciskane, me Shën Franceskun e lavdërojmë dhe e falenderojmë hyn duke thënë: lavdërojeni dhe bekojeni Zotin tim, falenderojeni atë, shërbeni atij të gjithë me përvojtëri të madhe. Sipas karizmës së themelueses sonë nënës Franciska Antonia Lampel, forcat e bashkuara në Zotin bëhen më të fuqishme, dhe kjo shprehet bukur edhe sot në këtë festë të përbashkët. Dy famulli janë bërë në një falënderim e në gëzim. Është festa jonë, është festa juaj. Sot kremtojmë dy jubile, jo vetëm 50 vite, por 2 herë 50, një shekull plot hir e bekim të Zotit. Nuk është rastësi që këtë jubile e kremtojmë pikërisht me 19 tetor, ditën kur para 22 vjetesh nëna jonë e dashur Shën Teresa e Kalkutës, misionare e dashurisë, u shpall e lumë. Kjo ndjekse e përvuajtur e Krishtit i ka rënë të saj shpirtërore në këtë famulli, sepse nëna e saj, Nana Drane, ka qenë bi e kësaj famullie. Dhe japse sot kemi arsye të gëzojmë. Kjo nënë e madhe na mëson se besimi dhe dashuria shkojnë përtej çdo kufiri. Kur Gonxha, vajzë e re, shprehu dëshirën të kushtohej Krishtit dhe të shkonte në misione, të afërmit u shqetësuan. Por nëna Drane u përgjigj me besim të thellë në Zotin. Nëse Zoti e thret, mos ja pengoni udhën. Ai do të kujdeset për të. Kjo nënë bëri këtë sepse lutej pa pushim për bien e saj, ashtu siç na kujton fjala e Ungjillit të sotëm: lutuni pa pushim. Zoti është gjithmonë me ne në mesin tonë. Kjo vërtetohet edhe sot, sepse shumë bashkëmotra tona kanë shërbyer në këto famulli dhe shumë bi e bija të këtyre famullive kanë ndjekur thirrjen e hyjit. Ne sot i kujtojmë me mirënjohje, duke festuar bashkë me ta këtë rrugtim të përbashkët dashurisë dhe të besimit. Nana Teresa, megjithse nuk e pa më nënën e saj në këtë jetë, e ndjeu gjithmonë praninë e saj përmes lutjes dhe sakrificës. Edhe ne jemi të thirrur të jetojmë në këtë frymë, në këtë shpirt. Ju nëna e baballar, lutuni për fëmijët tuaj, e ju o fëmijë, lutuni për prindrit tuaj. Lutja është ura që na bashkon me hyn dhe me njëri tjetrin. Ne kishës shqiptare, Zoti na ka dhuar edhe martir të lumt. I fundit i shpallur i lumë është atë Luigi Palic, martir i Krishtit që ka lidhjet e veçanta edhe në trojet tona. Lavdi i qoftë jut për këtë. Faleminderit motrave që kanë shërbyer e që vazhdojnë të shërbejnë me dashuri në këto famulli. Faleminderit të gjithë atyre që i kanë ndihmuar dhe mbështetur për nevojat e tyre. Sot ne i japim lavdi hyjit, gëzojmë e festojmë së bashku, por njëkohësisht ja besojmë Zotit misionin ton, duke i lutur që të na dhurojë hirin për të qëndruar shtektar besnik në ndjekjen e Krishtit. Zoja Rozare gëzohet me ne në kishën e Shën Rokut në Novosel. Ajo është gjithmonë me ne,
sepse ju gjithë sigurisht keni rëzaret e juja me vete në dorë e keni lutur edhe sot. Me të gjitha ta është ajo e pranishme, të gjitha ta që therasin në ndihmë. Qoftë ajo për herë ndërmjetësuesja jonë të hyj dhe na shoqëroft në lavdërimin e Krishtit birit të saj deri në amshim. Ju falenderoj përzemërsisht për praninë tuaj, edhe për vëmendjen tuaj edhe durimin. Qoftë lëvduar Krishti.